Në një atmosferë entuziaste në zemër të Gjuadolit, drejtuesi i politik i Partisë Demokratike Shkodër Luciano Boçi, së bashku me kandidatët Kliti Hoti, Bart Spahia dhe ekipin e kandidatëve, u takuan me të rinjt shkodranë në një aktivitet të mbushur me energji dhe besim për të ardhmen. Në fjalën e tij, Luciano Boçi theksoi se Shkodra pas 11 majit do të rikthehet në piedestalin që i takon, që qeveria korruptuar e Edi Ramos po mundohet ta zbejë duke i larguar drejtoritë dhe duke bërë vetëm propagandë dhe asnjë punë konkrete. Partia Socialiste e ka shtrirë për dhe Shkodrën, i ka hequr institucionet, i ka hequr përfaqësimin, i ka hequr vlerën e saj si kryeqendra e veriut, dhe do jemi ne, do jetë Partia Demokratike, që do të ngrejë Shkodrën në piedestalin që ajo meriton, në rolin që ka pasur, dhe do i rrisim atë rol në pjesën e zhvillimit jo vetëm të veriut, por dhe të Shqipërisë. Dhe jo me fjalë, me realizime konkrete. Ne nuk jemi e majta që kur ka një kryetar djath nuk sjell investime. Ne nuk jemi Edi Rama që kur ka një kryetar djath e shan atë çdo ditë. Ne nuk jemi Edi Rama i cili kur ka një kryetar të djath e poshtëron Shkodrën, kërkon ta gjunjëzoj atë. Jo, ne jemi Partia Demokratike. Ne gjithçka do ta bëjmë për qytetarët e Shkodrës dhe për rinin e Shkodrës. Të rinj dhe të reja të Shkodrës do të bëhen bashkë për t'i dhënë fitoren më të bukur Partisë Demokratike në 11 maj, për të rikthyer shpresën në Shkodër dhe Shqipëri. Ky ishte mesazhi që përcollej kandidati për deputeti i Partisë Demokratike, Aleanca për Shqipërinë Madhështore, Bart Spahia. Është një kënaqësi jashtëzakonshme të shohësh bashkë kaq shumë të rinj të reja sot në pedonalen e qytetit Shkodrës. Është dëshmia më e qartë se fundi i kësaj klike që dominon tash 12 vite jetën tona është i afërt. Me 11 maj të rinjtë dhe të reja shkodran do të dinë të bëhen bashkë për ta hënë koshin e plerave Edi Ramën dhe bandën e tij. Jo vetëm për vete, jo vetëm për familjet tona, jo vetëm për vend, por edhe për gjithë ato mira, dhjetra mira, të rinj dhe të reja që sot na shohin nga diaspora, që syti kanë të ne, shpresën e kanë tek ne, për të larguar një herë mirë nga qeverisja shkaktarët e vërtet të largimit të tyre. Le të bëhemi, siç i takon rinisë shkodrane, zemra, motori i ndryshimit të madh që e pret çdo shqiptar. Le të filloj nga Shkodra, rrugtimi ynë i pandalshëm drejt fitores së 11 majit, për ta bërë edhe një herë Shqipërinë madhështore, Shkodrën tonë madhështore. Faleminderit, fitore! Të rinjt janë energjia, frymëzimi dhe mbështetja kryesore e Partisë Demokratike që në 11 maj do t'i japin fund kësaj qeverie që prej 12 vitesh ka punuar vetëm për largimin e tyre nga vendi.